A keni dëgjuar ndonjëherë për një muze lojrash ku bashkohen klasikët dhe modernet? Në Zagreb të Kroacisë një muze i veçantë sjell 50 vjet histori të videolojrave. Me rreth 3000 lojra dhe pajisje, mund të shihni si kanë ndryshuar lojrat, nga kompjuterët e viteve 60 dhe makinat e videolojrave të viteve 70, te konsolat moderne dhe lojrat në telefon. Muzeu është kryesisht interaktiv dhe tërheq vizitorë të gjitha moshave. Të rinjt eksplorojnë të kaluarën e lojrave, ndërsa të rriturit rikthehen tek kujtimet e fëmijërisë. Muzeu është krijuar nga Damir Slogar, zhvillues i lojrave dhe entuziast i industrisë, i cili vendosi ta kthente koleksionin e tij privat në një muze në qytetin e tij. Në muzeun me 3 kate dhe 800 metra katror mund të luani lojra të vjetra, të shihni pajisje të ralla dhe të bëni një udhtim magjik në historinë e videolojrave.